Deklaratat e fundit të kryeministrit Albin Kurti, lidhur me zgjedhjen e presidentes apo presidentit të ri në muajin prill, kur edhe i përfundon mandati presidentes Vjosa Osmani, kanë rihapur debatet politike dhe kanë ngritur dilema serioze rreth skenarëve të mundshëm institucional. Së pari, duhet të formojmë kuvendin dhe qeverinë e gjithashtu duhet ta votojmë edhe buxhetin. Unë besoj se këta janë hapat më të rëndësishëm, pra janë 3 hapa para se të vijmë deri zgjedhja e presidentes, dhe unë besoj se nga këta 3 hapa do të shohim si janë gjasat për të ecur përpara. Unë kam deklaruar se është e rëndësishme po ashtu të ulemi me presidenten dhe t'i bisedojmë këto gjëra. Është e nevojshme sepse 80 veta në sallë është vështirë e konsiderueshme. Ju keni parasysh se që herën e kaluar si bëjmë dot 61, 80 është numër shumë i madh se 61. Natyrisht ekziston mundësia edhe teorike, por edhe praktike që të shkojmë prapë në zgjedhje nëse nuk arrijmë të rizgjedhim presidenten, por në një situatë të tillë duhet të jemi të gatshëm duke e pasur buxhetin e votuar, tha ndër të tjera Albin Kurti. Kurti, pa dhënë një emër konkret dhe pa garantuar hapur mbështetjen për rizgjedhjen e Osmanit, ka lënë të hapur mundësinë e një procesi të ndërlikuar politik që sipas analistëve më shumë është një lojë presioni ndaj opozitës dhe vetë presidentes se sa mungesë qartësie. Mesazh për opozitën dhe Osmanin. Analisti politik Faton Mehmeti vlerëson se Kurti me këtë qëndrim po i dërgon një mesazh të drejtë për drejtë opozitës, duke e paralajmëruar që të mos tentojë ta çojë vendin sërish në zgjedhje të parakohshme. Sipas me Kurti po e sfidon opozitën hapur. Mesazhi është i qartë: mos mendoni me na çu prap në zgjedhje sepse e dini çka ju pret. Opozita është në një situatë delikate dhe të vështirë, dhe nuk besoj se do të guxoj të rrezikoj përsëri veten, thekson Mehmeti për Bota Sot. Sa i përket presidentes Osmani, Mehmeti beson se Kurti ende nuk ka marrë një qëndrim përfundimtar dhe se po pret reagimin e saj politik. Kurti po e mban Vjosën në ankth, nuk po jep siguri sepse nuk dëshiron që ajo të ketë postin e garantuar. Ai po pret të shohë se si do të sillet ajo dhe çfarë qëndrimi do të mbajë. Në rast se procesi dështon, atëherë Kurti mund të dalë bashkë me Vjosën në zgjedhje, me idenë që do të rriten edhe më shumë, vlerëson Mehmeti. Sipas tij, kjo është një taktikë e mirë menduar politike ku Kurti lë derën hapur edhe për opozitën, veçanërisht për LDK-n, duke e sfiduar atë publikisht. Qëllimi i Kurtit është të nënshtrojë edhe më shumë LDK-n. Ai është politikan i jashtëzakonshëm dhe lojtar i fortë. Me rezultatin që ka arritur në 28 dhjetor, ai ka komoditetin për ta zhvilluar këtë lojë politike dhe për t'i dërguar mesazh si opozitës, ashtu dhe Osmanit, shton Mehmeti.